stafit kryeministrit dhe vetë kryeministrit. Këtë, okej. Deri në një rast të skajshme, nëse telefonata është akordu me stafeve për të uru fitoren kryeministrit vendet, çka kanë pas çdo tema tjera, ku kanë zonë vend çdo tema tjera më diskutun qatë telefonatën uruse, duke përfshi edhe sasitë armatimit, llojet armatimit, marrëveshjet dhe preferencat me shtetet të cilat Kosova ka dhe të afërsi në këtë rrafshën e armatosjes së vendit, oligark në Kosovë, çka i ndihmon një president të Letonisë, kryeministrit vendit, që qenë ka një oligark, që po e moj ka një media, ose të tjera relacioni me opozitën, premtimet e opozitës dhe të tjera. Për pikpamjen time, një naivitet i skajshëm. I kryeministrit Kurti. I pa parë. Kanë mujtë me bëhet, do shta shako lider tjerë, jo për që kanë ropë prej e kësaj, po për atën që ka bisedu. Po kjo është, kur e krijon një farë përshtypje që je superior në çdo gjë, edhe i din gjitha, unë është me pësu edhe ma keq se sa kjo. Asë një justifikim për përmbajtjen e bisedës e kryeministrit vendit. Asë një justifikim. Në fakt duke si më shumë një... Këtu edhe sot, jo një bisedë, po edhe sot mendova si intervistë. Kur prezentuja nota verbale njohës, shqyr zotit që ma në fund reflektun mas një 7 tetore. Se ta diskutojmë njohjen, mas ka lëtë nga tema në temë. Mas një 7 tetore e njohën njohjen, se këtu ka dhe njerës që edhe njohjen nuk e njohjen. Qasi racionaliteti është injektu në kokat e ca njerëzve, sa që çdo gjë do me thonën ka ndryshim të tezave, antiteza, ku ta diune që shpikin teori të ndryshme që nuk janë të njohura. S'janë të njohura. Kjo është një skandal i madh që ka ndodhur. Dhe fakti që është një skandal i madh, ka reaguar kryeministri vet dhe ka reaguar qeveria. Të gjithë lider tjerë që kanë rënë prej kësajna, kanë reaguar vetë dhe kanë marrë me sportivitet. Ju keni pritur një reagim të kryeministrit? Keni pritur një reagim të kryeministrit? Të duhet asqarante para se me bë publik ata. Qeveria do duhet patjetër. Ka tentu të fshehet ky skandal. I nduar ndryshëm është skandali. Përmbajtja. Lufta hibride, opozita, media... Këtu ka pas, edhe që të përdu me ta thonarë, ka pas këtu edhe ministra të këti kabineti qeveritar, që kanë ardhur investitor me investu 5 miliard dollar në këtë vend, dhe kanë pyet investitor në edhin se janë 5 miliard. Kush janë ka ministra shkolla që të klasin? E din kryeministri dhe e din komplet kabineti qeveritar. Me qenë se po flet në këtë studio duhet i di edhe publiku. Po do të vinë moment në herë ku edhe do të thuhen ndoshta. Ka edhe kësi naiviteti s'ka ishë. Do të ketë një moment kur do të bëhet declassified kjo, që ata të dijen se kush kanë qenë. Skandalet nuk kanë fund. Dakor, po të themi momentin që për cilët po flasim, në rregull jemi, sepse nuk bëhet fjalë për vrasjen e Kennedy që e bëri declassified Trumpi, për disa individ, për disa ministra flitet. Këtu mund të krijohet një perceptim 2 milion njerëzve që një 7 miliard botës po e kompletojnë një qeveri prej 15 ministrave. Kjo është absurd i llojit vet. 8 miliard. 8 miliard. S'ka logjike. Është koha e fundit me reflektim. Pasi u bë publike, e shishesha në rrjete sociale, edhe në fillim është tentuar që ta paraqesin si dezinformat nga ana e mediave.